Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Sonte dua të bëj në fakt një përmbledhje të ngjarjeve që në fakt përfliten dhe komentohen më së shumti jashta shtëpisë së fermave. Dua ta bëj një analizë të detajuar. Çfarë në të vërtetë po ndodh në këtë fermë? Si qëndron fati Mimoza Ahmetit? A është një banore e preferuar nga produksioni, edhe pse Mimoza me strategjinë e saj, që strategjia e Mimozës është të qenurit vetja, e bëri fermën që të shndrohet në një nga spektaklet më të komentuara, në një nga spektaklet më të analizuara dhe në klikime të frikshme. Tani, duke e ditur që këto lloj formatesh, të paktën në 5 vitet e fundit, janë rikthyer në formate klikimesh, mendoj që Arbana dhe Eduardi, Arbana si moderatore dhe Eduardi me një rol shumë të rëndësishëm në një format si Ferma, regjizor, arritën që të realizojnë qëllimin edhe ëndrrën e tyre. Do me thënë, misioni i tyre ishte që të sjellin një fermë dhe ta ngrisin në stadin në të cilin ka arritur ferma. Dhe këtë qëllim i arritën. Unë mendoj që i arritën me të vetmin fenomen, Mimoza Ahmetin. Nuk ka ndodhur në historinë e medias, të paktën me aq përvojë sa kam unë në media, që po bëj domethënë pothuajse 8 vite më me këtë profesion, çdo ditë, nuk është se ndonjëherë ka ndodhur që në puntatën e parë, apo thënë edicionin e parë, Ferma apo Big Brother të merr një vëmendje të jashtëzakonshme. Dhe në këtë fermë fituesi u përcaktua që në natën e parë. Mbaj mend unë komentet e natës së parë, sepse ditët kanë kaluar shumë shpejt. Komentet kanë qenë nga ato komentet më të bukura për t'i lexuar. Kam lexuar një koment që më ka tërhequr vëmendjen që ndaloni më fermën, fituesi u pa se kush është Mimoza Ahmeti, nuk na duhet të shohim më fermën, ne kemi arritur gjën tonë, do me thënë Mimozën e mbështetën dhe Eduard Trokitën që në ditën e parë kur u hap kjo fermë. Dhe unë sinqerisht jam i lumtur që publiku vendos fituesi në formate siç është Ferma apo Big Brother, sepse mendoj që janë ato të vetmit që investojnë shumë nga paratë e tyre në këto formate dhe duhet respektuar dhe duhet vlerësuar edhe dëshira e tyre për të qenë pjesë në të gjitha dimensionet që ato veprojnë të kësaj ferme. Tani, lajmi që po qarkullon që në fakt fansat Mozës më kanë shkruar dhe mua të shqetësuar, është lajmi më i neveritshëm që unë po e ndëgjoj, që Mimozës nuk i jepet fitoria. A ka neglizhenca Mimoza nga produksioni, e dyta, dhe apo tenton produksioni që ta rrëzon fenomenin Mimoza Ahmeti. Do të thënë janë 3 ngjarje këto, të cilat kanë filluar të lëshojnë rrënjë në shoqërinë shqiptare, sepse tashmë Mimoza është një fenomen që komentohet në të gjithë shoqërinë, nuk përflitet vetëm pak. Unë ditën e sotme bëra një video kërkesë nga fansat e Mozës për të kërkuar nga produksioni si mirëmbajtës të faqes në Instagram të Mimozës që të përdorin Instagramin e saj, të hedhin story, të hedhin poste, duke alarmuar tek publiku shqiptar që të votohet Mimoza më shumë si e preferuar. Imagjinoni që në ditën kur është hapur ky televotim, që në kupton është hapur ditën e hënë, dhe sot jemi në ditën e ejte, do me thënë starton e premtja, deri më tani, deri më sot, gjatë orës së pasdites, produksioni nuk kishte hedhur as një lloj fotografie, as në story, as në postimin normal, në feed. Dhe kjo gjëja krijoi një lloj shqetësimi tek fansat e Mozës, duke kërkuar nga ne që merremi me këtë gjë, të alarmojmë, të ngrem zërin dhe të kërkojmë nga produksioni drejtësi, që do me thënë, nëse keni marrë
përsipër mirëmbajtjen e Instagramit të Mozës dhe nuk toleroni që familja e saj të ketë qasje në këtë Instagram, atëherë bëni punën siç duhet. Me thënë atëherë postoni fotografi, postoni momente. Në Instagramin e Mozës nuk ka asnjë video të momenteve të bukura, të veshjeve, të gjitha asaj dinamike që kjo mimoza bën. Dhe jam i bindur që mimoza kur të del nga ferma do të shqetësohet, sepse nga 100% që moza është duke dhënë në atë ferm, po publikohet në Instagramin e saj, në adresën e saj zyrtare, as 1%. Dhe kjo është një anashkalim. Anashkalim me patjetër që është i qëllimshëm. Tani, kjo gjëja që ndodhi ditën e sotme ku më pas domethënë produksioni reagoi, hudhi 2 story që votoni Mozën, votoni në visionplus.tv. Kjo gjëja ka krijuar një lloj shqetësimi edhe më të thellë tek fansat dhe te ndjekësit e Mozës, të cilët ndjehen në siklet se si do të jetë fati i saj. A do të jetë Mimoza fituese apo jo? Tani fansat kanë filluar që të acarohen. Në qoftë se Mimozës do t'ja luajnë lojën, ne do ngrihemi dhe do të kërkojmë drejtësinë. Do me thënë janë në gjendje që të ngrihen dhe në protesta që Mimozës të mos i bëhet padrejtësia. Dhe unë këtë gjën, sinqerisht këtë gjën, unë e mbështes sepse nuk dua që një personazhi i cili është duke dhënë të gjithën energjinë e tij, i cili është duke dhënë të gjithin pozitivitetin e tij, të gjuhet në tokë, të gjuhet në balt i gjithë mundi dhe e gjithë vlera që ky personazhi ja dha kësaj ferme dhe ky çmim t'i jepej dikujt tjetër. Tani, nuk dua të kemi ripërsëritje të ngjarjeve. Do të rikthehemi pak në Big Brother VIP Albania 1, ku publiku domethënë e admironte, ishte i pasionuar pas Donald Veshaj, fitoren e merri Ilir Shaqiri, sepse kishte lidhje të forta me produksionin. Dhe këtu tani domethënë janë ca thashetheme që vjeri i Ilirit që nga sponsor në ferma VIP, domethënë është e ngjajshme me historinë e Rogertit, dhe dyshimet janë që Iliri do ta fiton këtë fermën. Unë nuk e shoh të tillë, me thënë të drejtën, unë e shoh që produksioni nuk mund të largohet nga fenomeni Mimoza Ahmeti, sepse Mimoza ka një mbështetje goxha të madhe, ka një mbështetje goxha të gjerë, do me thënë e duan shumë, e respektojnë shumë, ka një fanbase të gjerë tepër dhe të mos t'i jepet Mimozës fitoria, unë mendoj që produksioni do ta ketë shumë të vështirë të menaxhon luftën që do të krijohet jashtë mes publikut dhe tyre. Jo më kot mendoj që janë minusuar 20 ditë nga agenda se sa do të transmetohej kjo ferm, sepse plani A ishte që ferma të transmetohet 100 ditë të plota. Por nga matja e datës që ka filluar, në datën që përfundon, datë e thënë nga Arbana, nuk janë 100 ditë, janë 81 ditë të plota. Nënkupton që 80 ditë mbaron ferma. 20 ditë janë të minusuara, janë hequr. Kjo tregon që domethënë produksioni nuk dëshiron më të lodhet, arriti të merr atë që dëshironte, krijoi fenomenin, dishte që në ditën e parë që pa marrë parasysh se çfarë të fusnin në ferm nuk do t'ja dilnin dot. Mimoza është e menaxhueshme, jashtëzakonisht bukur dhe të gjithë domethënë i nxirrte lojtar të saj, jo ato ta dominojnë Mozën, por Moza me inteligjencën e saj i dominonte ato. Dhe në këtë rast unë shoh domethënë një Mimozë e cila ka hyrë, e ka bërë, është përgatitur që të jetë fituese e formatit ferma VIP, që me patjetër më datën 15 qershor do të festojmë të gjithë. Andaj, në të gjitha këto lajmet dhe thashethemet që po fliten, apo këto skenaret të inskenuara të produksionit, unë jam i bindur që produksioni nuk do ta bën këtë gjën në qoftë se dëshiron të realizon një fermë tjetër. Produksioni e di shumë mirë se kush është më i favorizuar jashtë, kush është më i preferuar jashtë dhe kush jashtë duar trokitet më shumë. Dhe nuk e besoj sinqerisht që do të ketë guximin të bën gabimin që në këtë fermë të mos t'ja jep fitoren e merituar Mimozës. Mimoza e meriton këtë fitore, sepse Mimoza ka qenë më e artikuluara, më inteligjentja, më strategja. Nuk është fakti që Mimoza ka bërë për vete publikun, me thënë, le ta heqim këtë pjesën. Nuk është fakti që Mimoza ka vetëm humorin. Mimoza është një personazh që ka një dimension të gjerë të gjërave brenda vetes së saj që e përbëjnë
fenomenin mimoza dhe përmbushin në fakt fenomenin mimoza. Dhe kjo gjëja e bën mimozën që të jetë fituese e Ferma VIP dhe unë jam shumë i bindur që mimoza do të jetë fituesja e këtij formati sepse është një fitore e vulosur, më duhet ta potencoj edhe një herë, që në ditën e parë kur kjo ferm ka hapur dyert. Dhe mendoj që fenomeni mimoza do të jetë e radhitur në shkallën e parë të kësaj fitores. Tani apo i bën padrejtësi, me patjetër që po i bën padrejtësi, sepse produksioni në për të gjitha format dëshiron që të fiton nga mimoza, duhet kuptuar, ky është një format interesi dhe në fund të ditës, domethënë produksioni është duke u munduar që t'i përdorë të gjitha dimensionet që dhe banorët e tjerë në një farë mënyrë t'i nxjerrë të preferuar, por banorët e tjerë ndoshta nuk e kanë logjikuar bukur castin, ndoshta nuk e kanë logjikuar bukur strategjin dhe nuk e kanë menduar që një personazh si Mimoza mund të ketë kaq shumë bagazh saqë në të gjitha format, që nga biseda A deri tek biseda Z, këto banorë t'i nxjerrë shumë keq dhe këto të kërkojnë që të nxjerrin anën më negative të tyre, që jam i bindur kur do dalin jashtë do ta vlerësojnë që kanë qenë shumë gabim. Ky ishte mendimi im dhe analiza ime rreth situatës se kush do të jetë fituesi dhe çfarë do të ndodhë me Mimozën. Unë mendoj që produksioni nuk do ta bën këtë gabim.